Kërkesa e lartë për blerjen e apartamenteve në Pogradec ka sjellë rritje të ndjeshme të çmimit për metër katror në qytetin liqenor. Ndërtimet e reja dhe fluksi pushuesve, veçanërisht gjatë viteve të fundit, kanë rritur interesin për prona, duke bërë që tregu imobiliar të jetë më aktiv se kur. Aktualisht çmimet e apartamenteve variojnë nga 800 deri në 1200 euro për metër katror, ndërsa zonat më të kërkuara mbeten qendra e qytetit dhe shëtitorja Buzliqenit, ku edhe çmimet janë më të larta. Për pjesën më të madhe të blerësve që vinë nga emigracioni apo nga qytetet si Tirana, Durrësi e Elbasani, Pogradeci shihet si një vend i qetë dhe i përshtatshëm për pushime apo investime. Por ndërkohë që kërkesa rritet, banorët vendas përballen me vështirësi gjithnjë më të mëdha për të blerë një banesë. Rritja e çmimeve kombinuar me vështirësi për të siguruar kredi e bën pothuajse të pamundur mbledhjen e një apartamenti për familjet e reja në qytet. Ndërkohë, në Pogradec pritet një valë e rindërtimesh pas hyrjes në fuqi të planit urbanistik 2 vite më parë. Sipas parashikimeve, çmimet e apartamenteve mund të rriten edhe me 5 deri në 10% në varësi të projekteve të reja që do të zhvillohen. Trendi i rritjes së çmimeve është i ngjashëm edhe në Korçë, duke e bërë të gjithë qarkun një zonë me treg të gjallë imobiliar. Në këto kushte, Pogradeci po kthehet në një nga zonat më të kërkuara për investimet në Juglindje, ndërsa çmimet e tregut pritet të vijojnë në rritjen.